Një pjesë të ditës e kaloi në terr për shkak të rrjetit elektrik të amortizuar. Janë 6 fshatra në njësinë administrative të Postribës, të cilët kanë probleme të vazhdueshme me energjinë elektrike. Rrjeti elektrik është qysh me partinë e punës herë. Nuk kanë drita, me shku këtë lagjen atë sipër janë të nështilë gati është të tramë krejt për stokë. Një tash për shkak se ka shi i erë me frenë nësë kanë drita. Gjatë vesh nuk kanë problem për shkak se nuk fiken se nuk ka ashtu. Gjatë dimnit i erë me frenë fiken. Qysh në vitin 75 janë vënë këta drita, s'ka vënë kush dorën do, kjo është amortizu ky rrjet elektrik. Këtu janë një siklet ku nuk shkon më. Po i thojmë nëse kur ka fortunë, kur ka ciklone, mund bëhet një avori, po ditën për diell, kur është kohë e mirë, më u fik dritat, e bën me një protesti simbol para bashkisë për këtë punë, me i kalzu shtetit se ku janë me te. Po si bjen kush ati kraj. Hera funit është kënë dje. Edhe dje. E kanë të vazhdueshme, e kanë të përditshme, e kanë kronike. Zgjidhja përfundimtare për banorët e Postribës është investimi në të gjithë rrjetin. Disa kohë më parë, OSHE bëri të ditur se është duke u punuar për projektin dhe se shumë shpejt do të nisë puna për të investuar në rrjetin e ri. Por deri në atë ditë, mijëra abonent duhet të përballen me këtë situatë.